Bankat ju dhanë më pak kredi qytetarëve shqiptar për të bler apartamente në 3 mujorin e 3 të vitit. Vendosja e tavaneve për huat për blerje të banesave bashkë me kufizimet në drejtim të raportit të ardhurave me këstin mujor janë shkaqet. Faktorët që sollën rënien e kërkesës për kredi sipas gjykimit të bankave ishin nevojat më të ulta në financimin për blerjen e banesave, zhvillimet aktuale të pritura në tregun e banesave, përdorimi i burimeve alternative të financimit dhe kufizimet rregullatore që hynë në fuqi në korrik 2025. Në 3 mujorin e fundit të vitit, bankat presin që kërkesa për kredi të jetë më ulët në kredit për blerjen e banesave dhe më e lartë në kredit konsumatore. Nga korriku, për blerjen e banesës së parë, bankat japin kredi në masën maksimale 85% të vlerës së pronës nëse huaja merret në lek dhe vetëm 75% nëse është në valutë. Për banesën e dytë, banka mbulon vetëm 80% të vlerës nëse kredia merret në lek dhe vetëm 70% në valutë. Ndërkohë, për shkak të ceneve në historik, një pjesë e konsiderueshme e kërkesave për kredi në harkun e muajve korrik